Unë mendoj se meriton edhe Imre për 4 vitet e ardhshme, edhe plotësisht mendoj se qytetarët e komunës Lipjanit janë të vetëdijshëm për ata që veprojnë. Kush i fiton zgjedhjet e Lipjanit? Imre Ahmeti Gjysmet. Urna? Imre Ahmeti. Pse Imre Ahmeti? Mendoj se ka punuar për komunën Lipjanit dhe do të punon prapë sipas kërkesave qytetarëve të komunës tonë. Po thotë që lipjanasit kanë vendosur që edhe 4 vite t'ia dhajnë Imre Ahmetit. Unë mendoj se meriton edhe Imre Ahmeti për 4 vitet e ardhshme, edhe plotësisht mendoj se qytetarët e komunës Lipjanit janë të vetëdijshëm për ata që veprojnë. Edhe tjerë kandidatë tjerë nuk janë që nuk e meritojnë, për atë arsye edhe kanë kandidu, po unë mendoj personalisht që Imre Ahmeti... Edhe shkaku i performancës që ka pas? Mendoj se po, ka pas performancë mjaft mirë. Nëse të pës tash për përqindje, pa ballotazh, po besoj që ata që kanë fituar, po? Po në momentin që mendoj se fiton, atëherë i bjen që edhe pa ballotazh. Me përqindje sa? Po pa ballotazh i bjen dikon 65-70%, 65%. 65-70%. 65, për lamë këto. Çka i kishte thonë kryetarit për nga sa me rason këto momente? Kryetarit i thonë për këto momente të veprojt, punoj sipas kërkesave qytetarëve, deri në momentin që është kryetar i komunës tonë, edhe në të vazhdon, ne jemi të kënaqur si qytetar. Faleminderit shumë, kënaqësi që u takuam. Juve, natën e mirë.